Të juroj sultani o patronazhis, kur ju shitet nderin për një kothere buke. Shqipëria sot nuk është ajo që ëndërruam. Nuk është ajo për të cilën dolëm në për protesta, nuk është as ajo për të cilën prindërit ta nduruan vuajtjet e diktaturës. Është një vend i shitur, i turpëruar, i lënë në mëshirën e dy fytyrave të së njëjtës monedhe, Edi Rama dhe Sali Berisha. Dhe më e dhimbshmja nga të gjitha është se shqiptarët vetë ua hapën derën me dorën e vetë të dyve. Një komb që shiti gjakun për një thes miell. Shqiptarët të lodhur, të dërmuar nga tranzicioni pa fund, nga premtimet e pambajtura dhe varfëria e trashëguar, kanë zgjedhur të shesin nderin për një rrogë minimale, për një punësim militantësh, për një thes miell në prag votimesh. Për një rrogë patronazhisti që u jep vetëm privilegjin të spionojnë fqinjin. Në çdo fshat e qytet, partia ka një sy. Në çdo institucion publik, partia ka një gojë që të flet në emër të rilindjes apo trashëgimisë demokratike. Dhe në çdo kuti votimi, partia ka dorën e vet që numëron, që trukon, që vendos. Edi Rama dhe Sali Berisha, bashkëfajtor të një Shqipërie të zhytur në lum. A mund të ketë ndonjë justifikim logjik për një vot që shkon sërish për Edi Ramën apo Sali Berishën? A nuk është turpi më i madh për një komb që të mos ketë kujtesë? Edi Rama, mjeshtër i propagandës, ka ndërtuar një regjim që flet me art, por sundon me urrejtje, me zhdukje zërash, me kriminalizim të çdo lirie. Ai është sultani modern, i ulur në fronin e pushtetit të pakufishëm, me patronazhistë që i mbajnë çdo skllav të bindur dhe çdo qytetar nën kontroll. Dhe përballë tij nuk është një alternativë, por një bashkëpunëtor i vjetër, Sali Berisha, veziri historik, i cili me duart e tij hodhi themelet e një shteti të kalbur nga nepotizmi, korrupsioni dhe dhuna. I shpallur non grata, i mbrojtur nga turmat që harrojnë gërdecin, 21 janarin, ndarjen e vendit në klane, shkatërimin e çdo institucioni. Të dy, një lloj, kapës të pushtetit, armiq të drejtësisë së vërtetë, shkatërues të shpresës. Dhe populli duart roket. Ironia më e madhe është se ky popull i lodhur, ky popull që ankohet për gjithçka, është vetë ai që i ringjall. Ai që shkon në votime dhe voton një nga dy xhelatët. Është ai që zgjedh të harrojë, të mbyll syt, të justifikojë. Po kush tjetër kemi? Thon. Ky të paktën na hapi rrugët, thon për njërin. Tjetri të paktën ishte burr shteti, thon për tjetrin. Të turpëruar, të përulur, të kthyer në një popull që mendon me barkun dhe jo me zemrën, shqiptarët sot kanë më shumë mall për diktaturë se sa guxim për demokraci. Alternativat e injoruara. Dhe ndërkohë që të rinj e të reja me mendje të hapur, me ide progresiste, me integritet, përpiqen të ofrojnë diçka ndryshe, Shqipëria patronazhiste i përbuz. I quan të vegjël. I quan këta s'kan gjë në dorë. I sheh me mosbesim. Dhe kështu, çdo ndryshim vdes në heshtje, pa e parë askush, sepse votuesi shqiptar nuk do zgjidhje, do patron. Shqipëria sot është një satirë tragjike. Atyre që shesin votën për një vend pune në bashki, të juroj sultani. Atyre që i shkojnë pas një të korruptuari për një licencë biznesi, të juroj sultani. Atyre që zgjedhin të injorojnë të kaluarën kriminale të politikanëve, të juroj sultani. Atyre që votojnë për partinë që u zhduku shpresën, ëndrat dhe fëmijët nga vendi, të juroj sultani. Sepse kjo Shqipëri, me gjithë plagët e saj, nuk është e tradhtuar vetëm nga politikanët. Është tradhtuar edhe nga populli vetë. Dhe fundi? Asnjë regjim nuk zgjat përgjithmonë. Asnjë gënjeshtër nuk mbijeton pafundësisht. Shqipëria nuk ka nevojë për një tjetër shpëtimtar. Ka nevojë për një popull që zgjohet. Për një popull që e kupton se vota nuk është monedhë, por armë. Për një popull që nuk e shet veten për një rrogë 400.000 lekësh në patronazh. Për një popull që i dërgon të dy, sultanin dhe vezirin, në vendin e tyre të natyrshëm. Në ferin e historisë.